Ka thonë Omer Khattabi, aslihu ma razaqakumullah fa inna fil amri tanaffusan. Shikoni vëllezër, me një fjali ja u ka rregullu këtë muhabetin. Ka thonë shikoni o ju musliman, kur të Allah t'ju jep parë, ka thonë mos e gutni. Nëse e keni lop, po prit të morën në të bajnë një viç. A do me prej viçi po prej ama ja le viçi diku tjetër. Edhe një familje komplet ti e siguron me hangër buk. Pse po gutesh pra? A ka këtu problem me dhënë njeri? Po pse s'na furnizon Allah? Jo. Ka thonë furnizimin që ka ju jep Allah, punon e pak, ju rregullone. Pra zhvlerësimin dhe nënshmimin e dunjas mos e merrni ju sebeb dhe vjegz për me i harxhu parët që shmundet kuturu. Jo, ka dale pak, rregullon e riskun e Allah. Ti nëse e ki rrogën, sa do që e kije? E harxhon për një dita? Nëse harxhon, çish ja ban? Ka dhënë një muaj. A vjen ndesh kur ti e ruan rrogën për një muaj, mi rujt e vladët, me armë thon dikush, po ti ai ruan këtë parë për një muaj. Po ti as i beson riskit Allahit ta. Po me vllai besoj, po rrogën e kam çkaç. Por shkak se i besoj riskit Allahit që Allah më ka çu rrogën. Këtë rrogë Zoti më ka çu edhe mend mi ka dhon. Rrogën e kam 300 euro, 400 euro, 500 euro sa e kije, mirë po Allah mi ka dhon mend. Për me hangër 30 ditë duhet me e da kapak. Me hangër për një ditë, çai be kjo, që unë nuk jam kam mangësi nga menja. Njëri që merr rrogën dhe harxhon për një ditë. A e thu njerëzit, ki e ka takvallokin e fortë. Jo më ka mangësinë merr ka. Ai cili ka e vlad, edhe ja çon Allah do pare. Ki ha për një ditë. A mëna me thon, ki dunjojën se do hiç. Por një natë harxhon këtë. Jo valla, ki këtë kontrollon e amir tamam. Në njëri cili ka e vlad, ka familje, ka gruaje, ka njerëz të zot e pritin me ushqie te shtëpia. Edhe ky harxhon këtë parë për një ditë. Ki s'ka të bëjë me devotshmërinë kur gjë. Pa këtë ashi ka shkruar Omer Khattabi, ka thënë o ju musliman, ndreçni rrezikët që ajo çon Allah. Rregulloje mirë. Ka thënë, për çka të harxhue? Si e të harxhue? A di që ka dikush prat të shtëpia me ushqie ata? A mundesh ti mi thonë vladit 2 vjet të shtëpia? Sa për biri jam se devotshmëria më ka hip qilli harxhova këtë parë. S'ka vlerë biri jam dunjaja. Bëre more bukën thot çka çem lek të llafe. Këto llafe në xhami apo? Ka vlerë, s'ka vlerë dunjaja nuk e di bukën be ma. Aja fëmia, nuk ka i rritur, ai nuk ka pjekuri. Pa këtë asnjë në katov që kanë rregullone pak, rregullone. Nëse e kini lop, në të vakë që ta e kanë pas. Nëse e kini lop, edhe o mundësia ajo me pjell, me lind një vich, prej të më në ta linde. Apo, mos ani prej e lopën, se dalin pjasoj 2. Nëse ka mundësi me nëzirë për një lopë edhe 4 lopë atjerë, pse mos me e prit mi bo ato? Andaj ka thonë Omer Khattabi, sepse të çështja jonë, që çështja e fejes tonë, ka hapësirë. Ka hapësirë, nuk ta ka ndalu Zoti me menaxhue, s'ta ka ndalu Zoti më kon ekonomist, s'ta ka ndalu Zoti me menue për 30 ditë, s'ta ka ndalue. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, çdo herë që ka shkuar në ekspedit, familjes vet ju ka lënë me hangër buk për sa? Për 1 muaj? Jo, për 2, për 3 jo, për 12 muaj. Për 12 muaj. I ka lënë buk, çka ka thonë, për 12 muaj keni bukën, shpresojmë në kësaj kohe mu kthie. E ku nisën disa njerëz, shkova unë, këto gilove. Apo, po këta sy e shiko dietar kanë nxjerr kushte. Për çdo sen kur dikush merr udhtim dhe është familjar, me sigurue ushqimin edhe veçmbatin e familjes. Sigurojo ti këtë mos ani shko. Po këta sy e tha Omer Khattabi, ngadale, se në riskun që jep Allahu juve, ai Allahu ja jep, ama menaxhoje pak, rregulloje pak, menoje pak, a del kjo deri në fund muajit ajo, derisa të vjen risku tjetër, a del kjo ajo, e jo me kanë këtu në mënyrë kaotike dhe në mënyrë të shregulluar me jetue. A vjen desh kjo me dunjajën s'ka vlerë? Jo, s'vjen desh hiç. Jo, s'vjen desh hiç.